Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale lidhur me debatin e krijuar rreth ligjit të njohur si paketa maleve, një nga nismat më të diskutuara të ditëve të fundit. Në postimin e tij, kreu i qeverisë ka zgjedhur të publikojë një shpjegim të ligjit të hartuar sipas ChatGPT-s, duke synuar të përgjigjet kritikave dhe pretendimeve se kjo paketë favorizon oligarkët, investitorët e huaj apo bizneset e mëdha. Postimi kundërshton gjithashtu pretendime se ligji favorizon vetëm të pasurit, duke argumentuar se ata mund të investojnë edhe pak të paketë, ndërsa familje që disponojnë prona të trashëguara, por të paformalizuara, nuk kanë mundësi të marrin kredi, të ndërtojnë ligjërisht apo të zhvillojnë aktivitete ekonomike si agroturizmi. Një oligark nuk ka nevojë për një ligj që kërkon të provosh posedimin faktik të tokës për të paktën 10 vjet, siç thotë shprehimisht ky ligj. Paketa e maleve nuk u krijon një rrugë të re investitorëve të mëdhenj, ajo krijon një rrugë për njerëzit që prej dekadash jetojnë mbi një truall të trashëguar, pamundur ta formalizojnë atë. Nëse një familje në Thedh, Vermosh, Zaguri, Lunxhëri apo Mokër ka punuar tokën e trashëguar prej brezash, por nuk ka një titull pronësie për shkak të historisë së ndërlikuar të regjimit komunist, tranzicionit dhe legjislacionit ekzistues të tokës, atëherë ky ligj jep një mekanizëm për ta zhvilluar atë pronë. Ky është subjekti real i ligjit. Është bërë për të huajt. As kjo nuk rezulton nga ligji. Ligji nuk krijon një kategori të privilegjuar për shtetasit e huaj, madje kushti më i rëndësishëm i tij, posedimi faktik shumëvjeçar i tokës, është pikërisht ai që shumica dërmuese investitorëve të huaj nuk mund ta plotësojnë. Një investitor i huaj që vjen sot në Shqipëri nuk mund të deklarojë se ka poseduar tokën për 10 vjet, pra ai nuk hyn fare në mekanizmin kryesor të paketës së maleve. Është bërë për të pasurit, edhe kjo tezë ka një problem logjik. Nëse një person ka kapital të madh, ai mund të investojë edhe pa paketën e maleve. Ligji nuk krijon një privilegj të ri, ndërsa një familje që ka një kull malesh, një stan, një fermë ose një truall të trashëguar, por nuk ka mundur kurrë ta formalizojë, pa këtë ligj nuk mund të marrë kredi, nuk mund ta ndërtojë ligjërisht, nuk mund ta zhvillojë agroturizmin dhe shpesh as nuk mund t'u lërë fëmijëve të sigurt juridikisht. Paketa synon pikërisht të zhbllokojë këtë situatë. Po pse një euro? Sepse shteti nuk po shet tokë për të mbledhur para, por po ja jep në kontratë ligjore tokën shtetërore poseduesit, pasi e realizon ndërtimin, hipotekon edhe pronën. Ky është instrument i përdorur edhe në vende të tjera për të zhvilluar këto zonat braktisura. Po ua fal tokën? Jo, ligji nuk thotë se kush aplikon bëhet automatikisht pronar. Duhet provohet posedimi, verifikohet ligjshmëria, miratohet projekti, përmbushen kushtet kontraktore, të realizohet investimi. Nëse këto nuk ndodhin, mekanizmat ligjor parashikojnë pasoja sipas kontratës dhe legjislacionit përkatës dhe toka mbetet shtet. Po favorizohen vetëm resortet. Kjo bie ndesh me vetë filozofinë e ligjit. Projektet që synon janë shumë më të gjëra: agroturizëm, bujtina, ferma, punishtë artizanale, përpunim produkte zhvendase, aktivitete sportive natyrore, turizëm familjar. Pra modeli është ekonomia lokale, jo investimi i madh. Po merret prona pronarve. Ligji nuk shpronson pronën private të regjistruar, ajo pron mbi prona shtetërore me posedues faktik ose mbi situata ku nuk ekziston një titull i formalizuar pronësie dhe ku legjislacioni më parshëm nuk ka dhënë zgjidhje për trashëgimtarët. Çdo konflikt pronësie vazhdon të trajtohet sipas mekanizmave ligjor përkatës. Në thelb, çfarë është paketa maleve? Nëse dikush thotë se është ligj për oligarkët, pyetja e thjeshtë është: cili oligark ka pritur 10 vite duke jetuar në një stan, në një kull mali apo në një pemtore të trashëguar pa certifikat pronësie? Sepse ky është personi që ligji ka në mendje. Paketa maleve nuk është një ligj për ata që kanë shumë kapital, është një ligj për ata që kanë patur tokë, kujtime, punë dhe rrënjë, por nuk kanë titull juridik pronësie. Ajo përpiqet ta kthejë atë kapital të fjetur në ekonomi reale, në bujtina, ferma, punishte, shtigje turistike, vende pune dhe jetë të rikthyer në zonat malore.